Almanaku On This Day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1796 vjet në skem për herë të parë drama Egmont e Johann Wolfgang von Goethe në Weimar. 1822 artisti franceze Eugène Delacroix zburon pikturën mbi masakrën e popullsisë së ishujve grek të Kios nga ushtarët e prandorisë osmane pas një përpjekje për rebelim. 1850 popullsia amerikane kap shifrën 23 milion, përfshi 3.6 milion sklever afrikano-amerikan. 1889 përurohet në Paris një nga simbolet më të njohura nacionaliste në botë, kulla Eiffel. 1918 hyri në fuqi ligji mbi ndryshimin e orës për kursimin e energjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një orë para, një orë prapa çdo 6 muaj. 1930 krijohet kodi etikës për prodhimin e filmave në Hollywood, duke vendosur rregulla të rrepta për trajtimin e temave të seksit, krimit, fesë dhe dhunës në filma. 1966 Bashkimi Sovjetik lëshon Luna 10, anija e parë kozmike që hyn në orbitën hënore. 1970 Explorer i ri hyn në atmosferën e Tokës pas 12 vitesh në orbit. 1986 një Boeing 727 meksikan me destinacion Puerto Vallarta shpërthen në fluturim dhe përplaset në malet në veriperëndim të Mexico City, duke vrarë 166 persona. 1991 Shqipëria organizon zgjedhjet e para shumë partijake në 45 vjet. Votimet u zhvilluan në 2 raunde. Partia e Punës fitoi 2/3 e vendeve në Kuvendin Popullor prej 250 antarësh. 1991 Republika Sovjetike e Gjeorgjisë bëhet e pavarur. Traktati i Varshavës shpërbëhet. 1994 Revolucioni i njeriut. Revista Nature njofton se antropologët kishin gjetur në Etiopi kafkën e parë të plotë të një Australopithecus, një lloj homonoidi i zhdukur. Australopithecus i ngjashëm me njeriun mendohet të ketë jetuar 3.6 milion vjet më parë. 31 mars të vitit 1999 forcat serbe në fshatin Pastasel masakruan 102 shqiptar. Në një javë pas ndërhyrjes së NATO-s, trupat ushtarake dhe policore serbe ekzekutuan rreth 700 civil. 31 mars 1999 presidenti amerikan Bill Clinton hodhi poshtë propozimin e Serbisë së Miloševićit për ndërprerjen e sulmeve nga NATO-ja, në këmbim të tërheqjes së një pjese të kontingjentit ushtarak nga Kosova. Clinton deklaroi se nuk do të lejojë më masakra në Ballkan. 1997 Martina Hingis bëhet tenistja më e re në historinë e këtij sporti në moshën 16 vjeçare. 2005 Principata e Monakos, Princi Albert merr përsipër fronin duke pasuar baban e tij të sëmur, Rainieri i III i Monakos.